skeptik se Nasimi. Punime nuk e di çka bojmë e ku shkojmë. Sepse politikat evropiane në Ballkan gjithmonë kanë luajtur letrën e ballkanizimit. E jo të Kam përshtypjen që kur themi tërheqja e Amerikës, e kemi pak gabim se nuk varet për Amerikës. Jo. Rritja e Rusisë dhe e Kinës po e rrit, po e zgjeron hemisferën e ndikimit të tyre. Kina megjithatë nuk ka ambicie shumë Ballkan, por ka Rusia normalisht. Ama problemi Evropa qendrore, Evropa e sotshme që njohëm si Bashkim Evropian. Ndaj Ballkanit ka një pozicion kogjet çuditshëm. Ballkanin e don ballkanizuar, e nuk e don të evropianizuar. Që të është këtë esenca. Politikat balkanike neve si popull Ballkanit na vrasin. Ne duhet politika evropiane, politika perëndimore. Pa Amerikën, punime, unë jam skeptik, nuk e di, s'guzoj me thonë ku jo. Por, çush jemi na me Amerikën? Unë e posh sonte takimin kogjo inkurajues të presidentes me presidentin Trump. Për arsye thjesht se një vend i vogël megjithatë në fund po i njihet një kontribut me kriju paqen në botë, sepse na kemi kalu në për unë mika, në për të fora, në për... Prandaj, ma mirë se Kosovarët kur kush mujnë me... pamjet atje, ishte moment pamjen fakte munguar që një kohë të gjatë. Po ti ma në fund që je faktor i politikën ndërkombëtare, sipas meje. Dhe kjo është inkurajuese, është potez i shkëlqyeshëm. Sipas meje. Pak te ke pritur ali këtë? Na erdhi pak si kështu si Jo, me thonë drejtën nuk e kam prit. E kam prit që politika Nasimi e din politika e sigurisë. Amerikanët nuk ndryshojnë Kosovë. Po politika diplomatike ndryshojnë. Shpisë barë. Por nuk e kom prit, një duhet ngrat, besa të dy duhet të ngrat atë presidentin Trump me presidentin e Kosovës. Prandaj është një akt që duhet me përshëndet gjithë. A duhet të na të kalerojmë shlirë se Amerika e ne mështë një krymë detyra tona? Po, detyrat... I mjeri aj që fatin e vetë. E vendos të tjiret, sa ka qikin vetë ne duhet me krytë të tyre. Na alionca jonë me Amerikën, na alionce vlera. Të dyja të lanë shtyren. Na duhet mu sjellë si kur Amerikanë. Bravo. Edhe me pakicat fetare, edhe etnike, edhe grupet marginale të shoqënisë. Sepse alionca duhet me qenë edhe e vlerave të përbashkëta. Jo veç me na imbrojt shpinën Amerika neve. Po edhe na me ndihmu interesit nacional ose sigurisë nacionale të Amerikës në Ballkan. Pa jemi sjellë si Amerikanë? Ka njëherë jo. Ka njëherë? Dhe jo gjithë. Ka përshtypjen më shumë se jo se sa po. Ka njëherë jo. Qoftë e vërteta me Madurën, zoti Kurti udhështu drejt, muron, ka Amerika, ka Trumpi, edhe në Davos e tha një fjali që injeksioni Amerikan mbi Evropën është i mirë, për arsye se e rrit tha temperaturën, por e rrit edhe imunitetin. Kështu që edhe vjosa tash, po më duket që janë Kosova në kuptimin global. Qësoj geopolitikës për cilën po flasim nuk i ka punë të keq. Aktualisht. Po duhet punë të mërshme. Po menoj na, me regullu raportet që i kemi me problemet me veriun, problemet bazike sociale,